Kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi u ka ofruar mbështetje kandidatit të partisë së tij për kryetar të Klinës Sokol Bashota dhe atij për kryetar të Malishevës Gëzim Krasniqi. Në tubimin elektoral të mbajtur në Caravik të Klinës, ai ka theksuar se shumica e projekteve të mëdha që kanë ndikuar në transformimin e Klinës nga një qytet e vogël dhe të lënë anash në një qytet të vërtet janë merite Bashotës, i cili ka mbajtur postin e kryetarit në këtë komunë gjatë viteve 2013-2017. Krasniqi ka kërkuar nga të pranishmit në tubim që të mobilizohen për rikthimin e Bashotës në krye të komunës së Klinës. Rikthimin e PDK-s në qeverisje Krasniqi ka kërkuar edhe në Malishev, ku ka mbajtur takim me qytetar. Ai ka lavdëruar kandidatin për kryetar të kësaj komune Gëzim Krasniqi, i cili e ka quajtur programin e PDK-s si më të mirin për qytetarët e Malishevës. Doktor Gëzimi është shembulli i një personaliteti me vlera të larta profesionale e kombëtare. Një pediatër që për mbi 20 vite ishte pranë çdo fëmije, çdo shtëpie në komunën e Malishevës, një mjek që nuk është përsyer as ditën e as natën, që nuk ka shikuar orar, por vetëm ka shikuar nevojat e qytetarëve të kësaj komune, një luftëtar i lirisë që si student ju bashkua Ushtrisë Lirimtare të Kosovës me zemër e pa llogari personale. Atyre që kanë dilema, tregojnë që programi i Partisë Demokratike është programi më i përfshirës edhe ka me prek secilin qytetar të Malishevës pa dallim partie.